Po shëndetje shokët dashamir, Gjoni pak. Kena mbledh një GoFund, u bon para një 9 ditëve. Dhe tani çështja është që shumë njerëz po dalin apo flasin. Jo vjedhje, jo stërvjedhje. Këtu bëhet llaf për leuqemi akute, okay? Edhe ta akuzosh njeriu për një telefonat që mund të më marrë në privat, edhe mund të qes një person që të flase, jo po nuk ka, jo po ka. Unë atë GoFund e kam gjetë me $180,000 si çështja e Klevis Xhelucit, që e kena marrë me $280,000 dhe kena bo $600,000 në para 3 vjeta. Jam akuzu dhe jam ofendu nga gjithë publiku, sikur po më ofendoni ka 2 ditë rresht. Të bësh një ndër, edhe ta akuzosh personin pasi lloj prove, thjesht kapriço që keni, o thjesht sa për audiencë, s'm duket e drejtë. Unë për dalë e për të ofendu familjen, ose për të ofendu personin në fjalë që është e smur, apo nuk është e smur, pa prova, nuk mundem të akuzoj, se s'ma le Saidra. Tani presim biopsin e vajzës, presim gjithë shka, dhe i bëj thirrje juve shoqatave dhe fondacioneve shqiptare që të qoni dhe t'i mirëni njerëz në dorë. Ose video tjetër edhe në live kur rahat nuk do t'ju la. Sa pra i du që më thoni, unë nuk ju ika. Që më thoni mu, unë nuk kam ikun, unë këtu jam. Ju më qutë me bo GoFundin, se kanë besim publiku, dhe unë këtu jam. Edhe unë këtu do jem prapë. Si në të mirë dhe në të keqe, unë do përgjigjem. Nëse keni fakt për hajdut që ju nuk prit një diopsin, nxirrni faktat në kundër Aleksit. Edhe nëse nuk e boj Alex Visha këtë gjo, Zoti mvraftë. E shif një urën e Stambollit, atje do të shkojt hidhem. Atje shkoj e hidhem vetë, nuk ka nevojë kërkush. Nëse keni fakte kundra meje, kështu që prit një njerëz, keni ofendu o publik 2 ditë që shani me familje dhe hajdut, dhe çfarë thoni? Po ja zak ju qoftë, që jeni kaq pa durushëm dhe me shit me prova. Diçka. S'keni pak turp. Pak turp për atë punë kur dal, kote funit, leta dje bota marë që për sot se më shqiptar, që e përmen gjithmonë. Respekti ju rritë Zoti. Mos bani ju tjerë që se smif njërë, se edhe nështë ta më keni pasë na përdhoma tuja, na përdhoma gjumit. Respekt.